nuk është vetëm që unë kam përfituar nga kjo eksperiencë, por besoj që kemi përfunduar të gjithë si familje, sepse kam bashkëshortin dhe fëmijët e mi, të cilët përveç gjuhës kemi marrë shumë edhe nga kultura e vendeve tjera. Po, do thotë, po me fëmijët, a keni synimin me i drejtu ka mjekësia apo? Jo, bile atje çuditën të gjithë mësuesit e fëmijëve të mi, sepse unë mundohem që mos t'i bëj presion në zgjedhjen e profesionit të tyre. Normalisht është si çdo prind, dhe unë dëshiroj më të mirën për fëmijën tim, por doja respektoj gjithmonë vendimet, gjithmonë do i drejtoj, të paktën do mundohem të i kanalizoj për ato çfarë unë shoh që ato bëjnë më të mirën. Për mua është rëndësishme që në çdo profesion të bëhet më e mira, të jepet maksimumi. Pastaj se çfarë profesioni do ushtrosh në jetë, ajo është zgjedhje personale. A jeni e ndjeshme doktoresh gjatë punës si mjeke? Tani mbi të gjitha mjekët janë njerëz, normalisht që kanë ndjenja. Normalisht jo çdo rast përjetohet në të njëjtin nivel, por kemi raste të cilat me të vërtet përfshihesh emocionalisht. Sidomos ne që jemi vetë nëna, vetë gra, ishte diçka që besoj që rreth me kalimin e kohës duhet të dihet të ekuilibrohet profesionalizmi dhe ndjenja, por gjithmonë duke mos humbur empatia. Për mendimin tim është shumë e rëndësishme që një mjek të ketë empati, të vendosë veten në vendin e pacientit, të i gjendet afër pacientit. Dhe me thënë nuk është që nuk i përjetoj, normalisht që përfshihem emocionalisht, por duke ruajtur gjithmonë atë profesionalizme.